dy PDK-ja bashkë bëjnë 37, e ne ishim 57. Pra, tash në demokraci duhet shihen pak edhe për masa e votave, besoj. E jo vetëm kështu sa parti politike janë aty. Qartazi, për votat ju i keni patur edhe më herët, zoti Kurti, dhe keni mundur këtë generozitet, këtë pozicion që i keni patur si subjekt politik ta bëni më herët, zonja Rushiti ta nxjerrni më herët, eventualisht si një figurë që është pranuar, se zonja Rushiti është pranuar është në të kaluar ka qenë pranuar nga gjithë me një varë. Po një herë ne u thamë, kjo ndodhi në moment fundi, ju keni mundur ta bëni më herët. Jo, më herët ju thamë zgjidheni ju. Pra një herë u thamë atyne sjellni ju 3 propozime. Kur refuzuan ata që t'i sjellin propozimet e tyre, ne e sollëm Frida Rëzhani. Qartë, po ndoshta do të ishte më mirë që zonja Rushiti të jetë fillimisht si propozimi. Pse mendon që do ta pranonin? Gjithë përfshirës, po ndoshta do ta pranonin. Po jo, ndoshta është dashur ta bëni. Ama shikoni. Po ta propozonin Frida Rushiti në fillim, njësoj do ta refuzonin. Unë i njoh mirë tash ata. Thjesht ata që refuzuan ta sjellin propozimin e tyre, mendoni që propozimin ton do ta pranonin po t'ishit më herët, nuk më duket e mundshme kjo. Ju po kërkoni 60% në kuadër të këtyre zgjedhjeve. 60% është një. Shikoni, unë nuk kam nevojë për fitore të re, po duket që bloku opozitar ka nevojë për humbje të re. Si t'ja bëjmë ndryshe? S'mund thoni se s'keni nevojë për fitore të re. Po nuk kemi nevojë 51% mjaftueshme me demokraci. Po du mjafton se tani 60%. Kemi nevojë na për një fitore të re. Por tash duhet të kemi një fitore të re, meqense ka zgjedhje të reja që për bindjen time janë të panevojshme. Çka garanton kjo që s'kthehet situata e njëjtë? Po nëse